Si që thamë edhe më parë, tash jemi në qendrën e votimit të shkollës fillore Bajram Curri këtu në Istog. Qendër e re kjo për votues, të cilën është hapur për herë të parë në këto zgjedhje lokale. Si që dim gjithë, vetëm një qendër ka pas, qendra e Istogut, ajo është Gjimnazi Haxhi Zeka. E na kemi ardhur këtu për të parë mbarvajtjen e procesit zgjedhor, se si po shkon, a është gjithçka në rregull. Na do të kthejmë të bashkë bisedojmë edhe me menaxherin e kësaj qendre, e cila njëherët është edhe drejtoresha e shkollës fillore Bajram Curri. Drejtoresh, përshëndetje, si po kaloni? A jeni lodh? Ja, pak. Si keni kaluar sot në këtë ditë zgjedhore? Sot kemi kaluar shumë bukur. Qendrat e votimit janë hap me kohë. Këtu i kemi 3 qendra, 2 në gjendje të rregullt, ndërsa tjetrën e kemi me kusht. Qendrën e parë kemi 559 po votues, qendrën e dytë i kemi 665. Domethënë total këtu janë 1200 ose 300 votues. Totali është 1260 votues. Sa e kanë shprehë deri tash votën e tyre, sa kanë votuar? Gjithsejt kanë votuar 344. 344. Shprehën përqindje deri orën 2. Domethënë 344, po shihet nevojshmëri për jodha që lartë. Fluksi më i madh ka qenë dikon prej orës 12 deri në orën 13. Sa është shprehur në përqindje ky numër? Në përqindje dikon ende s'kemi nxjerr, po dikon është rreth 16%. 16%. Nivel komplet. A ka pas ndonjë parregullsi apo janë hapur qendrat me kohë? Qendrat janë hap me kohë. Çdo gjë ka shkuar në mënyrë të rregullt. Parregullsi mund të them më shumë parregullsi teknike, për shkak që familjarët e ngushtë të cilët po janë, një vetë voton këtu në shkollën Bajram Curri, ndërsa të tjerë duhet të shkojnë në qendër tjetër. Po ashtu një parregullsi shihet probleme sigurisht teknike, sepse ka shumë të cilët nuk e gjejnë veten, edhe pse janë banor të Istogut, nuk e gjejnë në listë veten në asnjë qendër. Disa kanë thonë jemi në qendër deçan, disa ku nuk ju lejohet as me kusht. Kjo është një parregullsi që vërtet shqetësuese. A keni biseduar me Komisionin Qendror Zgjedhor sepse këto arsye kanë? Po, edhe ata janë të njoftuar, edhe ta shpresim shkaqe teknike, edhe kjo është arsyeja. Drejtoresh, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, respekt. Ishim me drejtoreshën këtu, e cila na tha që janë 2 parregullsi që ka plot qytetar, familjar të njëjtës familje që një antar voton këtu, tjerë do të votojnë në Gjimnazin Haxhi Zeka. Edhe një parregullsi tjetër që tha, më shumë thëmë parregullsi procedurale, cila tha se problemi që ndronë se nuk e gjenë vetën në asnjë listë, e gjenë në qytet tjetër. Sepse ka ndodhur kjo, nuk e di, na me shumë gjas do të shkojmë në Komisionin Qendror Zgjedhor Komunal, që të pyesim përfaqësuesin e kësaj qendre, që të na tregon se për çfarë arsye ose cilat kanë qenë problemet që ka ndodhur kjo mos koordinim. Pyeshohim këtu edhe antarët e komisione, pyeshohim edhe qytetar, duke kryer drejtën e tyre obligative kushtetuese që të votojnë edhe për kandidatin për kryetar komune, edhe për kandidatin e tyre për asamblen komunale. Gjithsej janë 2 vend votime të rregullta, ndërsa një vend votim është me kusht, siç na tha edhe drejtoresha. Ndonjë parregullsi tjetër s'ka, materiali ka ardhur me kohë, edhe nuk ka ndonjë problem. Si do që tjetë, nga ne, stafi, ka sa i përket kësaj qendre zgjedhore, me besë edhe me shpresë që drejtoresha na lajmëron prapë, ndonë se nëse ka ndonjë informacion tjetër për sa i përket përqindjes së dalës së votuesve në këtë qendër të re të vend votimit, edhe deri sa të shihem gjimnaz, mirëmbëjtje.